Të dashur shikues, kjo bisedë ju dedikohet të gjithë atyre të cilët kanë nevojë për një dozë motivimi, siç e thash në vetë hapjen e emisionit, të cilët kanë nevojë për të inkurajuar ata të cilët kanë nevojë të rigjejnë veten, sepse në faza të caktuara të jetës ne dimë edhe ta humbim atë një pjesë të rëndësishme të identitetit tonë, dhe është shumë e rëndësishme që të kesh një shenjë dhe ta kuptosh që është momenti ta rikërkosh veten. Un kam shumë kënaqësi që sot e kam Qëndresën në studio për herë të parë në Maqedoni, në intervistën e saj të parë për gjithë publikun e Maqedonisë së Veriut. Qëndresa, mirë se erdhe, shumë kënaqësi vërtet që sot kemi rastin të bashkëbisedojmë. Me kënaqësinë më të madhe që jam pjesë e emisionit tënd, ndihem e nderuar, edhe do të jemi njohëse përjetësisht që hapat e parë për më u shfaqë në televizion, po i marrë me juve. Faleminderit, Flora. Kënaqësia është komplet e imja në fakt. Unë ta thash edhe para se të nisim emisionin që besoj shumë që gjërat nuk ndodhin rastësisht në jetë, po edhe dëshira për të pas në studio e di që nuk erdhi rastësisht, është një energji të cilën ne her pas here edhe nuk e besojmë, por unë e besoj shumë. Kam ardhur në një fazë të jetës ku besoj shumë në gjëra të cilat janë të padukshme, por që janë reale. Kështu që energjia yte e bukur që e transmetove, unë e besoja që do ishte shumë e vërtet dhe u binda sot. Po më pëlqen që pak a shumë edhe i kemi prek këto tema që kemi me i folë sot, edhe shumë e vërtet që neve kemi energji, nuk kemi vetëm trup fizik. E vërtet. Qëndresa, në fakt, unë çdo epizod të Prizmas e nis duke i kthyer të ftuarit në identitet, sepse ndoshta shpesh harrojmë se kush jemi, nga vim, si jemi formsuar e kështu me radhë. Unë do të kthej ty me një fotografi ku ti je bashkë me prindrit e tu dhe dua të më tregosh pak për fëmirin tënde dhe cilat janë kujtimet më të bukura që ti ndan me prindrit e tu, sa ata kanë ndikuar në jetën tënde dhe çfarë do të thonë ata për ty. Të dashur shikues, kjo është komplet surprizë për mua, se unë nuk e di çka ka përgjigj Flora. Po, këta do janë prindrit e mi, edhe më emocionove tash, qysh me fillim që ma shfaqë këtë fotografi. Kjo është dhe ideja. Çka me fillu me thonë për këtë? Kur unë e kujtoj vizionin tim si Qëndres që e kam përpilu tashmë, gjithmonë emocionohem në momentin që kujtohem se cilët njerëz kanë me qenë për para me jetu duar trokit. Edhe këta kanë me qenë personat e mi të parë që do t'i bëj jo vetëm krenar, por do t'jem përjetësisht falemnderuese ndaj tyre për krejt ato që jam sot këtu. Edhe pas këtyre, pas familjes, do më thënë prindrit e mi, do t'janë bashkëshortë em, ai që kam njohur ndoshta qysh prej momenteve kur kam fillu të formuam edhe unë si Qëndres, qysh prej studimeve. Tasht, unë ende nuk jam bërë prind, por po besoj që shumë shpejt edhe ajo ka me ndodhë. Mos të më gjykon dikush që thëtë Qëndres ende se ke provu, por unë po nisem nga ona e prindve të mi. Këshillat që neve prindrit jo gjithmonë e zgjedhin edukimin e dur ose kritikat e dura ndaj fëmijëve tyre. Tasht, një mesazh që po e përçoj tek njerëzit të dashur që po na shikojnë është që prindi asnjëherë nuk mundet me ditë a është një gjë e duhur ose jo e duhur për fëmijën e tij ose të saj. Neve nuk jemi në këtë botë për të gjyku as për të fajsu. Gjithmonë do të jemi mirënjohës, jo vetëm mirënjohës, po një gjysmë e zemrës ndaj njerëzve që na kanë prunë këtë jetë. Sepse ndoshta neve shumë shpesh mundemi me thonë, po kjo nuk ishte e duhur për mua ose ajo, por për prindin nuk është gjë që s'është e duhur për fëmijën. Edhe unë këtu publikisht e di që nani edhe babi jënë të më shiku, i falemderoj edhe për ullën para tyre. Shumë e bukur kjo në fakt. Unë e kam vrejt tek të gjithë të ftuarit së saj që e filloj me prindrit, krejt e përjetojnë emocionin e njëjtë. Shumë. Do me thënë, është një emocion që nuk përshkruhet dhe pikërisht ndoshta pse e nisim në këtë mënyrë edhe biseda është shumë e vërtet, është shumë e sinqertë dhe shumë shpirtërore. Dhe kjo ka qenë ideja ime që në fillim. Qëndresa, çfarë është një diçka që ti e ke marrë nga prindrit e tu dhe që mendon që të ka shërbyer shumë në jetë? E the shumë mirë që ndonjëherë prindrit
duke ja dashur më të mirën fëmijëve, dinë edhe të gabojnë. Por çfarë është një diçka e mirë që ty të ka shërbyer pozitivisht nga kontributi prindërve të tu? Të dy prindërit e mi karakterizohen nga sinqeriteti i madh dhe i tepërt. Pse po e them i tepërt? Duke marrë parasysh në kohën ku neve po jetojmë, shumë shpesh para gjykime zën një vend jo dhe ashtë mirë. Mirë po, virtytet edhe edukimin më të mirë që ka marrën për dy prindëve të mi, është sinqeriteti në çdo hap të jetës që neve e bëjmë. Sepse gjithmonë digniteti edhe pastërtia, siç folëm edhe pak më herët, mundet me pas pak a shumë pengesa. Po ato kanë me qenë pengesa pozitive në momentin që neve arrim ku dëshirojmë arrit. Edhe prej prindëve të me këtë e kam trashëgu, edhe e kam marrë gjatë formimit tim, edhe dashurin që neve ta japim pa kusht edhe pa interes ndaj tjetrit. Jam rrit në një frym që kur nuk kam bizotru për gojime, jam rrit në një frym që gjithmonë jemi motivu që jo me qenë qëndresa më e mira, ndoshta ndonjëherë nëse babi më ka pa t'u qajt për një notë të mirë, ose që qëndresa nuk ka arrit aty, më ka thonë qika jam kjo është era fundit që unë ty të shoh t'u qajt për këtë, se gjithçka është e mirë që t'e bën. Edhe kjo gjithmonë ma ka dhonë këtë guximin. Edhe i falemderoj prap, sepse pavarësisht se neve çfarë potenciali përmbajmë, nëse nuk është guximi, qysh prej fazës formimit ton, atëherë në një kohë shumë gjatë mundet me qenë edhe pak mangësite njeri që mundet me ndalë. Kështu që shumë virtytet mira që unë i kom trashëgu prej njerëz më të dashur të mi, sot më shërbejnë në çdo hap tjetës. Kjo është shumë e rëndësishme. Po ndalemi pak të ky virtyt që unë e dua shumë, e vlerësoj shumë të njerëzit, dhe sa herë që e gjej sinqeritetin, unë ata njerëz dua t'i mbaj afër, sepse në këtë kohë që po jetojmë, realisht nuk është se e gjejmë shpesh. Qoftë empatin, qoftë sinqeritetin, qoftë të bashkëndjej me dhimbjen e tjetrit, të është kthyer ndonjëherë si thik sinqeriteti i tepërt? Sepse të jesh i sinqert në një rreth që ndoshta nuk priret shumë ta vlerësoj këtë gjë, apo edhe në shumtën e rasteve edhe ta keq përdor. Ti ke pasur ndonjëherë disavantazhe duke qenë më e sinqert se sa duhet në fazat ndryshme, me njerëz të ndryshëm në jetë? Po, kuptoj. Absolutisht po, Flora, është një fenomen që neve na karakterizon pak si shoqëri, fatkeqësisht, por fatmirësisht është që me kohën po e përmirësojmë këtë. Po, më ka ndodhur kjo, po jo me lumtur që nuk ka ndiku në pjesën e karakterit tim. Të penalizoj shumë gjëra që unë vetë se kam pas qëllim, qysh prej fazës kur jam formu. Do më thonë, mire the edhe ti që thika është me dy teha. Neve ose mund ta përdorim për mirë, ose edhe mund të presim diçka të mirë. Po, na plagos neve. Po, fiks, ose ta keq përdorim në një formë. Po, prap them që kur njeriu e ka një qëllim, ose neve shqiptarë shpesh themi një njet të pastër ndaj tjetrit, pavarësisht që ndoshta keq përdoret, arrin me u ngrit prap. Edhe krejt këto përvoja më kanë bë me kuptu që secili njeri, thellë mrena vetës, është një shpirt i mirë, është një shpirt i bardhë, Zoti na ka kriju gjithve me madhështi, edhe... Ndonjëherë janë rrethanat ato që ndoshta e gërshoj njeriu, e bëjnë të ndryshoj të dalë nga vetja. Kështu që çdo kush që gjendet ose është gjetë në një situatë të tillë, ju them që secili prej neve mundemi me pas ndonjë moment jo të mirë ose edhe të mirë. Edhe tash nuk është keq përdorimi ose interpretimi jo i mirë i mirësisë. T'jemi më të sinqert edhe t'jemi më të mirë kuptueshëm, siç e përmendë edhe ti, empatin. Ta zgjojmë atë empatim, sepse secili prej neve kemi empati, por gjatë formimit ton edhe pjesa sociale ndikon shumë që ajo ka shku edhe është zbej pak a shumë, por kujtojeni që secili prej neve është një njeri e mirë thellë mrena vetës. E vërtet. Tani derisa po flet, unë jam person që kur e ndjej diçka edhe e them, edhe publikisht. Shumë shpesh edhe dëgjojmë thënien që syt janë pasqyra e shpirtit, e tash që po të shoh këtu në ndrita, ke sy shumë të bukur. E definitivisht reflektojnë atë që ti je brenda. Faleminderit. Kështu që po ta them publikisht këtë, sepse sinqerisht e mendoj.
Qëndresa, si nisi gjithçka për ty, me qenë se në shumë nga videot e tua, në shumë nga thirrjet e tua në rrjetet sociale, ti e ke përmendur qartësinë që ka nevojë ta gjejë secili, domethënë të qartësohet me veten. Ka pas një fazë në jetën tënde kur ti je ndjere pa qartë, e humbur dhe ke kërkuar atë dritën që ndodhet në fund të tunelit. Si erdhi, si rezultati çkajt erdhi në fakt dëshira për të nisur dhe për të motivuar edhe të tjerët. Sepse ne e dimë që nis gjithmonë nga një përvojë personale, nga përjetime jo të bukura, të hidhura që e ndërtojnë një njeri që pastaj ai të dëshiroj ti ndihmoj edhe të tjerët. Si ka nisur gjithçka për ty? Cila ka qenë ajo pika e zezë në jetën tënde? Po. Për mu, krejt qartësia për marrë deri këtu ku jam tash, ka ndodhur në bazë të sfidave që kam kaluar si person. Dikush mund të thotë që secili prej neve përjetojmë sfida ndryshme në jetë, Flora, por tash jo njëti përjetojmë, edhe jo njëti i te kalojmë. Edhe i menaxhojmë. Po, fix, edhe i menaxhojmë. Por tash, qysh nga faza që unë kam fillu të kem një vetdije më të lartë, edhe një qëndresë që është formu, gjithmonë kom qenë një person, edhe ata që më njohin e din, kam qenë shumë kërkuese. Kam qenë shumë kërkuese në aspektin e dijes, edhe si person pak jo më filozofik dhe më i thellë. E tash, kjo nuk ka fillu qysh dje, nuk ka fillu qysh para një vite. Krejt procesi jetës time deri sot ku unë tash jam në një fazë komplet tjetër, ka ardhur para disa viteve. Momenti kur më shumë të mu ndikoj si qëndres me më zgju, edhe me kriju atë që do të flasim pastaj, ka qenë kur shumë shpesh ndjesha në një ambient ju e përshtatër. Po, ose paragjykuesha, po menoj jo në aspektin shumë negativ gjithmonë, se neve duhet të dim të dallojmë kritikat, sepse nuk ka vetëm kritik të keqe. Kritika gjithmonë duhet me qenë ajo që ndikon në përmirësimin tënd, apo nëse është ofenduese, atë neve do e dallojmë atë. Edhe krejt, do më thënë, janë mbledh këtë kjo pjesë e procesit jetës time, edhe ka marrë me një përfundim që qëndres. Shumë shpesh, ta shpecek edhe këtë, edhe bashkër tem, kur kemi bisedu, po qëndres, qka dënë te? Shpesh ma ka bo. Unë du me ditë qka dënë te qëndres. Edhe, do më thënë, kur asë gjë jetë nuk ndodhë për një arsye. Pa një arsye jo fikse. Edhe, unë asha shumë shpesh më ka ndodhë, dalisha dhe të isha realisht qka. Unë përfundova studimet, a jam të e kërku një punë stabile, a jam të e kërku të ndërtoj jetën, apo qka. Edhe krejt këto pytjet ndaj vetës që i kam parashtu shumë shpesh, edhe shpesh e kam gjetë vetën një të knoqër, ndoshta shumë shpesh në një gjendje jo të mirë emocionale, edhe krejt kjo e curi ka orë deri të qartësia ime, deri të dështimet e mia që i kam përjetu ndër vite. Dështimet po flas në aspektin profesional, në aspektin jetësor, shumë gjëra tjera që e kanë përmbush kompletat ciklin që qëndresa më anë atë pikën që sepse Flora, secili prej neve në këtë jetë jemi për një mision. Edhe nëse neve kërkojmë ta gjejmë atë mision, do ta gjejmë. Okej. Edhe po besoj që jo me qartë, Shumë me po mundohem me i përmbledh krejt pikat që shikues të dashur që na ndjekin. Për të qenë edhe më qartë, ne kemi mjaftuar shumë kohë për t'i sqaruar dhe ndoshta për t'i fol pak më detajisht në segmentet ndara këto. Tani unë dua të të pyes çfarë është Althea për ty? Sepse e shohim që në rrjetet e tua sociale e promovon shumë, duke që është një produkt shumë i rëndësishëm për ty dhe për krejt këtë çfarë ti ke arritur. Nga qartësia yte vjen si rezultati i krejt kësaj Althea. Çfarë është Althea dhe na e sqaro? Po. Krejt koha ose procesi jem si qëndres deri sot këto, nga kontributi jem që kam dhënë në aspektin jetësor, familjar, profesional, shoqëror, shumë gjëra tjera, kanë arrit me formu një qëndres që gjithmonë e kam pas një mendim. Që në këtë jetë nuk jemi rastësisht. Zoti na krijoi, siç thash edhe më herët, për një arsye dhe na dha shumë madhështi që ndoshta me kohën i harruam që neve ato i kemi. Dhe Althea për mu është vetjeta.
është ajo që qëndresa edhe tani sa është në këtë jetë, edhe në momentin që s'do të jemi pjesë e kësaj hapësire fizike, do të kujtohet nëpërmjet Arthejes. Nga janari këtij viti, unë fillova të krijoj edhe të përpiloj projektin, programin jetësor, që quhet Artheja, që do të thotë nga greqishtja e lashtë, zgjim i vetdijes, e vërteta dhe drita e nxjerrë nga errësira. Okej. Kjo është ajo që e përshkruan qëndresën. Krejt dijet që ka marrë deri sot, sepse dia nuk ka kufi. Nuk mundemi me thonë që deri këtu ka qenë edhe mjafton. Tash komplet përvojën time në aspektin e trajnimeve, që unë jam edhe pjesë e Akademisë Empower, akademi kjo më e madhe në Ballkan, për pjesën e zhvillimit personal. Gjithashtu, siç po shihet edhe këtë pjesëmarrja ime në shumë evente globale që kam qenë, në shumë trajnime që janë organizuar edhe jashtë Kosovës, ka në përfundim që qëndresa mundet me i organizu dijet e saj, përvojën e saj, edhe atë që e ka përjetu vetë, të organizoj në një program vetëdijësimi që quhet Artheja. Artheja përbëhet nga 4 tema kryesore. Temën e parë e kam përfundu, gjithashtu jam në përgatitje për eventin që do të mbahet shumë shpejt nga qëndresa, eventi i parë, do të jemi në kontakt edhe për këtë, ku si temë të parë, si themel kryesor për një person është puna me veten. Tema e parë e Arthejes është puna me veten. Pse e kam cek, edhe pse e kam rendit si të parën dhe më të rëndësishmen nga të tjerat. Sepse punë me veten nuk do të thotë vetëm nëse neve shikojmë në pasqyrë në aspektin e pamjes. Punë me veten është pjesa se sa ne e kërkojmë thesarin e brendshëm tonë. Se sa ne jemi të vetëdijshëm për potencialin tonë. Sa ne e vlerësojmë veten kundrejt kësaj jete që neve po e bëjmë. Në shoqërinë edhe në vendin ku jetojmë. Punë me veten do të thotë kur ti kërkon dhe e shfaq jashtë. Sepse shumë shpesh prej neve ndëgjojmë ankesa të ndryshme, po asgjë nuk fillon jashtë nesh, gjithçka është brenda nesh. Për shumë njerëz ngjyrat mund të jenë të ndryshme, por disa janë edhe ata që nuk i njohin ngjyrat. Tash për me e kuptu na këtë, në bazë të perceptimit ton, kjo është e rëndësishme puna me veten. Të dallojmë veten se si ne u formuam nga faza e parë 0 deri në 7 vjet, faza e dytë, faza e tretë, dhe të kuptojmë veten se ku ishin ngecjet tona, në çfarë programime neve jemi programu deri sot, çfarë besime të gabuara kemi kriju, çfarë trauma kemi përjetu, që ato mundën me na penalizu gjatë procesit, jetë edhe është fjala, Flora, të marrim madhështit e kësaj jete. Sepse thashtë edhe më herët që neve nuk jemi këtu rasisht. Neve do të krijojmë familje, do të lëmë trashëgëmi, por të lëmë një trashëgëmi që asnjëherë nuk do të shuhet. Edhe kjo do t'i shërbej edhe njerëzve të tjerë të cilët do të gjejnë veten në këto situata që ndoshta edhe qëndresa i ka kalu, edhe do t'i ndihmoj edhe personave tjerë drejt qartësisë edhe drejt gjetjes së thesarit brendshëm. E qartë. Një nga segmentet e para për cilat unë dua që të flasim dhe mendoj që është shumë e rëndësishme është vetbesimi që përmendet gjithandej. Tash shumë shpesh ne e mendojmë në qoftë se njeriu lind me vetbesim apo vetbesimi vjen rrugës, e ndërtojmë vetë, njerëz të cilët kanë kaluar shumë sfida dhe ndoshta këto sfida e kanë ulur vetbesimin e kështu me radhë. Çfarë për ty nënkupton vetbesim? Vetbesimi është një ndjenjë që neve na lind gjatë formimit tonë. Neve nuk lindim me vetbesim. Shumica prej njerëzve kemi parë që kanë shumë ndjenja superioriteti ose kanë ndjenja shumë të ulta dhe janë ndjenjë shumë inferior në bazë të shumë situatave që kanë përjetuar. A matet kjo realisht me vlerat që ata kanë, sepse ne njohim në përditshmërinë tonë njerëz të cilët nuk është se ndoshta kanë arritje shumë të mëdha në jetë, por kanë vetbesim shumë të lartë, apo njerëz të cilët nuk përfaqësojnë shumë çka, dhe nga ana tjetër dikush që ka vërtet potencial shumë, që mundohet shumë për jetën, dim që është njeri i cili mundohet të ndjekë rrugën e dijes, por që vetbesimin e ka të ulët. A vjen kjo, është kjo njësi matëse e arritjeve tona, asaj çfarë ne përfaqësojmë ose jo?
Jo, nuk është ajo si mekanizëm matës. Unë mendoj që mekanizmi matës është ajo që ka ne kalojmë. Edhe vetëbesimi nuk ndërtohet në hapat mëdhaj, edhe të themi se kjo është arritja ime dhe unë ku kam rri këto. Prap po ndërlidhe me temën e parë. Vetëbesimi arrihet kur ti zhveshesh nga bllokimet tua. Sepse bllokimet që neve krijojmë gjatë procesit jetë, ato mundën me qenë indikator kryesor në ulljen e vetëbesimit të personit. Mundën me qenë disa stresor që janë përjetu gjatë jetës, mundet me qenë kjo ndjenja inferioritetit gjatë formimit ti, besimeve të gabume që i kanë kriju nga rrethi ti. Sepse neve lindim pa frikë, neve lindim pa dyshime, edhe gjatë pjesës ku neve shoqërohemi me njerëz të ndryshëm, atëherë ato na mbillen pa desht neve. Për këtë arsye, pjesa e vetëbesimit, për ndërtimin e asaj që neve të jemi ata që besojmë në veten, është shumë e rëndësishme që nëse deri sot, shembull për e marr veten, nëse deri sot pas 32 vite mundë me lexu një libër të veçvillimit, edhe të krijoj fije nervore pozitive që kontribuojnë në besimin tim, atëherë niseni që sot. Nëse keni has në momente që jeni ndjerë ndoshta në shumë raste inferior, po edhe pjesa e superioritetit është një fenomen që më shumë po na karakterizon neve si shoqëri, atëherë unë ju sugjeroj librat e veçvillimit. Dhe atëherë keni me e gjetë një përgjigje se si formuat vetëbesimi. Domethënë, hezitimi, dyshimi. Tash duke bisedu me ty, Flora, po më kujtohet një fragment i një librit, ku thot, ka qenë një person me një inteligjencë shumë të lartë. Dhe tash, kur është gjetë në mesin e disa ushtarëve atëherë, të cilët janë pregadit vetëm se për një pjesë ku nuk do t'jenë më, se s'du të përdor terme tjera, atëherë në atë moment, ai person që ishte shumë inferior edhe me një vetëbesim shumë të ulët, kur po njerëzit në atë vend ashtu të gjithë njësoj, domethënë ashtu siç kemi lindur, atëherë tha po pse kam frikun të shfaq veten dhe kam këtë vetëbesimtor dhe vazhdoj. Domethënë mundet me qenë një moment që nëse neve e kërkojmë nëpërmjet investimit në veten, atëherë kemi me e pa që kemi me qenë shumë më të fuqishëm brenda. Angatrohet shpesh vetëbesimi me arogancën, e theti edhe këtë ndjenjen e superioritetit. Ne dim shumë njerëz të cilët shpesh edhe e ngatrojnë, apo edhe ne nisim të besojmë kur një njeri tregohet superior kundrejt të tjerëve, ne konsiderojmë sikur është njeri me vetëbesim. Apo nga ana tjetër vetëbesimi është të pranosh veten ashtu siç je dhe ti duash edhe mangësitë tua dhe ndoshta të përfaqësosh veten realisht siç je ti. Pa u munduar të dukesh para të tjerëve si njeri që ke vetëbesim. Edhe njerë po e cik që vetëbesimi nuk i përcakton vlerat e njerëzit. Po e tham këtë për promovim tek personat që po na ndjekin. Ai ndërtohet gradualisht. Nëse neve hasim kemi ndonjë takim me njerëz që kanë këtë ndjenjë edhe mundet me t'inglusi arrogancë, ajo është vetëm perceptimi joni, se sa neve e pranojmë veten dhe kjo, Flora, ka edhe një lidhshmëri tjetër. Nëse, domethënë gjithçka po lidhet me punën me veten edhe me zhvillimin personal. Nëse neve në ndërtijen tonë kemi mbjell disa fara të cilat na bëjnë jo të mjaftueshme për veten dhe për masën, atëherë patjetër që me secilin person që neve rrim, do ta ndjejmë veten se neve jemi shumë të ulët, neve s'kemi vlera, ai është arrogant dhe do të paragjykojmë. Për këtë arsye, unë si qëndresë do jem zëri që thras që secili të punoj me veten e tij për me i pa se si e ka mbjell kupshtin e tij ose të saj, që mos jemi neve ata që po paragjykojmë, ata që po flasim për tjetrin, sepse ndoshta tjetri po e shfaq atë më të mirën e tij ose të saj, e ndoshta për mua po t'ingëllon arrogancë, por që nuk mundet me qenë ajo e vërtet. Këto janë shumë të rëndësishme, këto që po i prek këto tema, edhe gjithmonë do t'jem ajo që do t'jem që t'i them njerëzve që të punojnë me veten. Sepse pa punë me veten nuk ka qartësi, pa punë me veten neve nuk do t'jemi edhe efektiv edhe për shoqërinë tonë.
që kemi kalu në revolucione të ndryshme, edhe po e formojmë ende edhe vetën, individin, shoqërinë, vendin e gjithçka. E qartë. Po dua pak të ndalem tek ndikimi i rrjeteve sociale. Ne e dim që na erdhen hofshëm, ndoshta na gjetën edhe papritur, mirë po tani janë bërë pjesë e pandar jetës tonë, ne zgjohemi duke kontrolluar telefonin, edhe sigurisht i mbyllim syt me informacionin e fundit që e marrim nga telefonat tanë. Sa mendon që ndikojnë në uljen e vetbesimit krahasimet që i bëjmë shpesh edhe pa vetdije. Krahasojmë jetën tonë me jetën dhe fotografitë që njerëzit e ndajnë nëpër rrjetet sociale. Dhe sigurisht është njerëzit priren që të ndajnë vetëm momentet e bukura në rrjetet sociale, fotografitë bukura, nuk di nëse dikush ndan dështimet në rrjetet sociale. Dhe sa mendon që kjo ndikon negativisht në jetën tonë dhe në uljen e vetbesimit, në atë se çfarë kemi arritur ne dhe kur shohim diçka që servohet të dikush tjetër që neve konsiderojmë që është shumë më shumë se ajo që kemi ndërtuar ne. Rrjetet sociale dhe ky zhvillim i teknologjisë ka hyrë hofshëm tek ne. Tek të gjithë, realisht. Por tash pjesa e krahasimit, pjesë e egos është krahasimi. Por është shumë evident, patjetër duhet ta pranojmë këtë. Definitivisht, është. Po besoj edhe po shpresoj që ka me qenë në përmirësim e sipër. Pse? Tek shumica e njerëzve ndikon ajo që e the Flora, ndikon në uljen e vetbesimit edhe ndikon në uljen edhe të energjisë, pse unë nuk e kam këtë, pse nuk e kam atë. Edhe të mirënjohjes, pastaj harrojmë të jemi edhe mirënjohës për gjërat që kemi. Okej, dakord, të luftojmë që të bëjmë më mirë, por të jemi mirënjohës. Shumë shpesh po na ndodh që edhe të jemi mirënjohës për shëndetin, për familjen, për punën që kemi, për gjërat e mira që kemi në jetë, sepse po synojmë shumë më shumë. Këtu deshta me dal edhe te pjesa e mirënjohjes. Po para se me dal aty, po ndërlidhem me pyetjen që më parashtrove. Zakonet që neve i krijojmë çdo ditë kanë një rol qëndësor në jetën tonë. Sepse nëse unë si qëndres e kam bërë një zakon, edhe ai zakon është marrë nga ritmi hipnotik që çdo ditë ndodh, atëherë patjetër që ka me ndiku në brendësinë time ulja e vetbesimit, ose nëse shoh dikon më lart, ose në pjesën materiale që është bërë sot kryesore, krejt në rregull janë gjitha këtu, sepse nuk mundemi me dalë këtu me prediku që si mundet me qenë pjesa materiale e rëndësishme, të gjitha e kanë rëndësinë e vet. Mirë po, pjesa kur neve punojmë edhe mundohemi që zakonet ditore, të cilat do të bëjnë një formim të tërë, mos ta bëjmë zakon si të zgjohemi në mëngjes, të shkojmë në rrjetet sociale të presim një përgjigje. Të jemi ata, tash po kthehem te Artheja, të jemi ata që kemi një vetdije të lartë, të jemi ata që fokusohemi në moment, të jemi ata që e përmendët të mirënjohjen ku deshta me cik. Në momentin që zgjohemi në mëngjes, neve Zoti i Madh nuk na ka bërë jetën. Neve ja kemi se kemi dhurat. Në momentin që zgjohemi në mëngjes, edhe po e kemi edhe një ditë të re, për një mundësi të re, ajo është mirënjohje për mua si qëndres, nga jeta që kam bë, se kur shumë shpesh jam gjetë shembull po e marr në momente jo të mira, ndoshta edhe në spitale, edhe kështu, gjithmonë kam thonë, faleminderit o Zot që kjo shumë shpejt do të kaloj, se nuk e di çish ke shku dita për mua. E kështu që jo gjithmonë neve duhet promovojmë një jetë të bukur edhe të mirë. Po këtu hyn pjesa e paragjykimit. Se si shoqëri gjithmonë po munduemi me tregu vetëm anën e mirë. Vetëm dalim edhe të mendojmë diçka. Secili prej neve njerëzve jemi unik. Dhe secili prej neve kemi përvojat tona. Edhe nëse qëndresa ka një ditë shumë të bukur, më ka ndodhur që dje ka pas një ditë jo edhe të mirë. Edhe pse mos mendo edhe këtë me tjerë. Po le të gjykon dikush, krejt në rregull është, por ndoshta pas gjykimit edhe ati ose asoj do të vini qartësi që edhe qëndresa pas ka kalu një ditë si kjo, edhe do ta shfaq ose do ta promovoj në rrjetet sociale. Unë mendoj që këtë aset të rrjeteve sociale nuk po e përdorim sa duhet. Ta përdorim, ta promovojmë veten, ta promovojmë atë që ne mund të ofrojmë, ti promovojmë bizneset tona, është shumë gjëra të bukura, por ndoshta edhe në të njëra nëse nuk janë të bukura, do me thonë gjithmonë me qenë brenda kornizave. Nëse ti ndjehesh mirë, edhe mosa do të ndjehet mirë, sepse siç the edhe ti, energjia ndjehet shumë larg edhe shihet nga gjithçka që neve bëjmë çdo ditë.
Jam plotësisht dakord. Tani dua të kthehem sërish tek një pikë ku ti e nise tek prindërimi. Ti ke bërë një video shumë të bukur që unë e pëlqeva në rrjetet e tua sociale, që ndoshta te gabimet që shumë shpesh i bëjnë prindrit. Unë dua që ta ndjekim këtë video dhe pastaj të kthehemi ta komentojmë dhe të flasim. Që ndres një video shumë e bukur, me mesazhe shumë bukura. Definitivisht edhe unë u emocionova shumë kur e pash të video dhe desha që ta ndajmë edhe me shikuesit. Ti që në fillim e shprehe dëshirën për të bërë nën dhe ndoshta edhe kjo video me kaq emocione ka ardhur si refleksi i krejt kësaj, apo jo? Ajo është. Më thuaj në çfarë gjendje ka qenë në momenti kur ti e ke ndjerë të nevojshme ta ndash këtë edhe me të tjerët? Po. Unë rrethohem me shumë fëmijë, edhe në familjen e bashkëshortit, po edhe në familjen time. Dhe duket që këta afeksion e kanë edhe fëmijët me ty, sepse duket kjo afërsia, përqafimet e sinqerta. Gjithmonë kam pas këtë lidhje shumë të madhe me fëmijët, edhe për këtë arsye, tu i po sjelljet e prindërve që kanë këta fëmijë, këto nipëret mbesat e mia, ky është nipi unike. Unë vendosa me kriju një video këtij lloji, pa desht me i prek prindërit, sepse dikush mund të përqendrojë çka mundësh me thonë ti kur ende se ke përjetu këtë ndjenjë. Nuk do me thënë që neve nuk e përjetojmë atë ndjenjë, sepse ndjenja e mësisë lind qysh neve kur të vim këtë jetë. Edhe neve femrat jemi destinu për këtë. Edhe vazhdimisht kam has edhe në ballafaqime me prindrit e këtyre fëmijëve. Se pse po e trajton kështu, edhe kam pas shumë situata ndoshta edhe jo të mira që i kam kritikuar në atë aspekt. Edhe vendosa me bë publike një video ku them që keni kujdes si po i trajtoni fëmijët, edhe gjithë shikuesve dashur që janë këto. Keni shumë kujdes me sugjerimet që ju i bëni fëmijëve, sepse që në fazën 0 apo nga faza e lindjes fëmijës deri në moshën 7, po e marr edhe një pjesë më të shkurtër, deri në moshën 4 vjeçare, fëmijët formojnë karakterin, personalitetin e tyre. Në bazë të çfarë? Në bazë të sugjerimeve që neve japim çdo ditë, në bazë të sjelljeve që neve bëjmë me ta, edhe trajtimit që neve i bëjmë tyre. Dikush mund të përqendres, kjo mund ta llastoj. Neve si prindër duhet me qenë ata që jemi të vetëdijshëm me edukimin që po japim fëmijës. Jo gjithmonë një fjalë çortuese ose një fjalë shumë e madhe mund ta llastoj fëmijën. Duhet kemi shumë kujdes sepse kemi pa që fëmijët vinë këtë jetë pa frikra. Neve i mbjellim ato. Askush nuk thot mos ki frikë nga, për shembull, nga uje ose nga molla. Për shembull, prind është më mirë të zëvendësojnë një fjalë me mos ki frikë, të themi bëje këtë me guxim sepse këtu më rrinë, shembull po e marr. Të zëvendësojnë fjalët që mos krijojnë besime të gabuara për gjeneratat që neve po i sjellim. Sepse nëse qëndresa është ta shpelidh me diçka tjetër, 32 vjeç. Brenda ditës neve procesojmë mbi 50.000 mendime. Dhe po ta shumëzojmë këtë fenomen që truri jonë e proceson, edhe ta shumëzojmë me vitet që i kemi kalu, atëherë krejt këto mendime që krijojnë realitetin nga besimet dhe fjet nervore që neve i kemi formu qysh në këtë fazë, neve duhet të punojmë me gjitha këto. Të largojmë këto bllokime, të zhveshemi për të arrit drejt madhështive. E pse mos t'ja mundsojmë fëmijëve tonë që të rriten me ndjenjat e besimit, me ndjenjat e dashurisë, me atë që neve jemi kriju
vetëm për madhështi, frika nuk ekziston, sepse ne vedim shumë mirë që janë dy anë në këtë botë, dhe fëmijët anën e errët nuk e njohin. Edhe ne thojmë, edhe pjesa e religionit thotë që ata nuk e njohin anën e errët. Për atë arsye nuk kanë frikë ndoshta të jenë në një ndërtesë të lartë dhe të shikojnë poshtë ose të hidhen në ujë, e kështu që e kam bërë këtë thirrje që të kemi kujdes me fëmijët, kemi kujdes, edhe nëse prindërit e shohin veten që nuk janë të mjaftueshëm për me dhënë një edukim ose një rritje me një potencial shumë të lartë që fëmijët e meritojnë, atëherë le të marrin trajnime, le të trajnohen, le të marrin libra për prindërimin, që të sjellim një gjenerat jo si që kemi qenë neve, pjesë e shumë revolucioneve. Ndoshta edhe të eliminojmë shumë sjellje jo të mira, ne kemi pa e po lexojmë, po dëgjojmë raste nga më të ndryshme, sjellje jo normale për mosha të caktuara, të cilat ndoshta ne si shoqëri duke i pranuar, po i normalizojmë ato, po i bëjmë si fenomene, si gjëra të cilat duhet pranuar, dhe pastaj këto po përsëriten fatkeqësisht, ne po rrisim abuzues, po rrisim vrasës, po rrisim njerëz jo të mirë, dhe misioni çdo prindi, unë jam shumë e bindur që është të rris njerëz të mirë, por rrugës dim edhe të gabojmë. Domethënë, hala më mirë po e përçon edhe ti që je nën, edhe kjo është absolutisht ajo e vërtetë. Sepse një fëmijë nuk mund të fajsohet për veprat e tij, nuk mund të gjykohet për veprat e tij, sepse është pasqyrë, siç tham edhe në fotën e parë. Jam shumë dakord me këtë. Po është pasqyrë e jona, e dhe mua nuk më pëlqen kur prindrit ndoshta e përdorin këtë, po habitem pse po e bën këtë sjellje, sepse the shumë mirë ti, fëmiu është pasqyra e prindërve. Definitivisht. Të rrisim gjenerata që shë meritojnë tjenë këtë jetë. Qëndresa, po mundohem me shumë kujdes ta bëj këtë pyetje. Sepse e the edhe kohën e gjatë që jeni bashkë me bashkëshortin, sa është e dhimbshme kjo pritja, dëshira e madhe për t'u bërë nën, ti si e ke përjetuar dhe si e ngushëllon veten? Këtë pyetje po ta bëj, sepse jam shumë e sigurt që nga ekrani mund të na ndjekin shumë vajza të cilat me shumë dëshirë të madhe presin që të bëhen nëna, apo edhe nga ato të tjera që ndoshta kanë kaluar rrugë shumë të vështira, periudha të rënda, që ndoshta mund t'i motivosh. Ti është një mesazh i bukur i yti të jetë ngushëllim për ato. E kush më mirë mund t'a jap. Po e filloj me këtë. Pavarësisht se jemi kriju njëve femrat që t'jemi të destinuara të jemi nëna, ka shumë raste kur shumica nuk e arrin këtë, dhe unë vetëm në një pikë jam ajo që gjithmonë ngushëllohem, edhe gjithmonë e kam atë forcën që si fillim falenderoj Zotin që pavarësisht atyre sfidave që kam kalu, dikush thot një zë i brendshëm, që mundet me qenë ky zë i brendshëm. Një zë i brendshëm është kur ti je e qetë brenda vetës, edhe beson në Zotin që çdo gjë në jetë e ka një arsye që ka ndodhur. Edhe pas një kohe ti do ta kuptosh atë. Jo që po e them këtë fjallën nga teoritë që kam dëgju, po e them nga jeta që kam kalu deri sot. Të gjitha femrave që po nisem tash edhe te vetja, unë e kam një durim edhe një besim shumë të madh që nëse Zoti ka caktuar që unë të jem ajo që do të lë trashëgimtar në këtë botë, do të jem. Nëse jo, atëherë do të pajtoj me këtë dhe do të vazhdoj, sepse ajo është që neve nuk kemi çfarë të kontrollojmë në atë pjesë. Çfarë neve të mund të kontrollojmë në këtë, është minjoja dhe mirësia. Të gjithë neve femrave na duhet një familje përkrahase, po përkundër familjes që të do pa kushte për atë që je, neve femrave na duhet një partner përkrahas. Shumë e vërtetë. E kështu që për mua, krejt kjo pak po emocionohem. Ja, kemi edhe fotografi këtu, që po e vizualizojnë krejt këtë që ti po e thua. Pavarësisht krejt kësaj, Albani ka qenë njëri që më ka dhonë shtysën më të madhe. Ndoshta kanë qenë momente shumë kritike për jetë, sepse në një fazë kom qenë edhe kritik se a do të vazhdoj këtë jetë apo jo, po Albani ka qenë ai që më ka dhonë motivin më të madh. Edhe jo që i ndjehem bërshli, sepse nive njerëzve nuk mundemi me i qenë minjësat sa duhet. Mundemi me qenë minjës me mirësjellje, me fjalë të mira,
por Zoti është ai që na shpërblen në formën më të mirë të mundshme në vlerën që neve japim për tjetrin. Dhe tash, edhe një mesazh për femrat ose nonat që kanë dëshirë me pas një fëmijë, po ende nuk e kanë, qëndroni të forta. Pika kryesore. Jeni ato që ka shumë femrat që po e përjetojnë të njëjtën, por shumica po gjenden në forma të ndryshme. Edhe kujtoni një diçka. Kujtoni gjithmonë që është një e mirë që fshihet pra pasoj. Kemi ndëgju për këtë teori, Flora. Unë e kam përjetu. Unë e di se cila e mirë më ka sjell mu në këtë gjendje. Edhe kështu që vazhdoni me këtë, kërkoni për potencialin e juaj se çfarë kontributi tjetër mundeni ju me dhënë deri në momentin që do të bëhemi nëna. Unë tash po e përfundoj edhe një trajnim për prindërimin. Edhe po jam shumë e lumtur që po përgatitem paraprakisht se si do të jem unë në momentin që do të bëhem nën. Por nëse nuk do të bëhem nën, unë do të jem ajo që fëmijët e botës do të jenë ata që do jap dashurinë më të madhe. Moment shumë i bukur ky dhe pash që ishte momenti i dytë kulminanti i emocioneve tua pak më të mëdha. E the që të duket sikur asnjëherë nuk do të mundesh ti dalësh hakut bashkëshortit tënd i cili të ka mbështetur, por unë jam shumë e bindur që kjo është reciproke, sepse ai e tha edhe para se të nisim derisa ishim duke bisedu, e tha që ju keni mësuar nga jeta që ta shihoni prezencën e njëri tjetrit dhe po e shihoni jetën, po kënaqeni. Unë po ta uroj publikisht me shpirt edhe ty edhe Albani që është në pjesën tjetër të studios. Unë s'po du me shiku Albanin. Sa më shpejt të bëheni prindër, sepse duket që jeni një çift që më e rëndësishme është që e dashuroni njëri tjetrin dhe e mbështesni pafund njëri tjetrin. Kështu që edhe lotët e tua janë momenti më i bukur i këtij emisioni. Kështu që krejt gjërat e bukura që kanë ardhur i ke manifestuar dhe edhe këtë që je duke punuar me kaq shpirt në projekte që lidhen me prindrimin, unë jam shumë e sigurt që janë diçka një zë i mbrëmshëm i yti që po manifestohet dhe do realizohet. Kështu që u uroj me zemër dhe me shpirt. Shumë faleminderit. Gjendresa, dua të pyes, dua të ndalem tek gratë, sepse gratë shqiptare unë konsideroj që janë gratë që bëjnë shumë për të tjerët dhe jo aq shumë për veten. Ne e dim që gratë kalojnë në faza shumë të vështira, në luhatje të ndryshme, emocionale e kështu me radhë. Po përmend këtu disa nga fazat, po e përmend ciklin që ndikon shumë te gratë emocionalisht, po përmend pastaj depresionin pas lindjes që është eventual, por që ne ndoshta nuk është se e flasim shumë. Flasim për menopauzën që unë njoh shumë gra që e kanë kaluar shumë vështirë. A kërkon gruaja shqiptare që të jetë perfekte gjithmonë dhe jep shumë për të tjerët, por shumë pak për veten? Po, absolutisht, po. Po, edhe kjo është një diçka që më pengon jashtëzakonisht shumë. Sepse nëse unë si qëndres nuk jam ajo që mundem me qenë në poqe me vetën, me mirëqenjen time si qëndres, nuk mundem me qenë as për Albanin, as për prindime, as për familjarët e Albanit e për askën. Dhe ta kuptojmë një gjë si shoqëri. Fjalët, paragjykimet, mendimet e ndryshme që neve të gjithë jemi njerëz, ka mendimet të duhura dhe jo të duhura. Ato gjithmonë kanë me qenë prezente. Por t'jemi ato që pavarësisht krejt këtij uragani, jemi ato që qëndrojmë pa lëvizur vendit dhe e dim sakt se cili është perceptimi jonë për jetën që po e bëjmë. Dhe nuk ka, unë po e nis prej kësaj, sepse e di se çka po servohet në kulturën tonë. Unë mendoj që nuk ka bashkëshort që nuk don me e pa gruan e tij në sukses ose në një kohë të mirë për të. Nuk besoj. Munden me qenë raste të ralla që kanë probleme psikologjike edhe ato shërohen. Mirë po, mos t'i lëm fajin atyre që neve s'po merremi me veten. Mos t'i lëm fajin atyre që neve po na ndodhin shumë nga çrregullimet e brendshme të trupit apo luftë me veten kalon çdo grua. Luftë me veten, ashtu është. Dhe tash po thua që është një drejt që na takon dhe ne thjesht duhet ta marrim, nuk është se duhet ta presim nga bashkëshorti. E ke përpara këmbëve. Mos lë faj askënd, sepse nuk kemi në këtë jetë për të fajsu, në këtë jetë jemi për të kriju, neve jemi qenie krijuese. Nëse, edhe këtë po e them, nëse neve çdo ditë si njerëz nuk kontribojmë në diturinë tonë të brendshme,
nuk kontribuojnë në zhvillimin tonë, atëherë neve veç do të shkojmë duke bërë regres. Nuk do të jemi efektiv, as për shoqërinë, as për familjen, as për veten. Edhe një diçka mbaje një mend. Kur të jemi në aeroplan, çka sugjerohet? Të vëjmë maskën për vete, të oksigjenit në rast që ndodh diçka apo tjetrit. Gjithmonë sugjerohet që maskën t'ja bëjmë vetit, pastaj personit që jemi ullë, edhe qoftë fëmija jonë, sepse nëse nuk e ndihmojmë veten, ka forma ndryshme Flora se si mund ta ndihmojmë veten, gratë. Unë edhe atë kam si pikë qëllim që të kem trajnime edhe evente edhe me gratë që të fuqizojnë në aspektin e shumë e nevojshme kjo mendoj. Po, sa më shumë, ka mekanizma ndryshëm që gratë mund t'i ndihmojnë si fillim vetës dhe nuk është tërp nëse theme që është koha ime kjo. Sepse nëse se kam kohën time nuk jam as për ty. Jam shumë dakord. Ti them këto tabut gradualisht. Na sepse duhet nuk punë ka për gjë të bërë. gabuar. Po. Puna. Na duhet punë. Po pra rruga dalim është e te puna me gjatë, po veten. që duhet nisur nga diku. Qëndresa mua më vjen shumë keq që kemi arritur në minutat e fundit, unë nuk kisha dilema që biseda do shkonte kaq bukur dhe që nuk do na mjaftonin minutat televizive. Unë jam shumë e lumtur që ndoshta uroj shumë që kjo intervistë të ketë ndikuar, që të thesh heshtjen për shumë gjëra të cilat ndoshta shumë shpesh i mbajmë në vete, dhe është e bukur që ti ndash edhe me të tjerët, sepse me këtë jam shumë e sigurt që ke ndihmuar edhe shumë të tjerë, të cilët mund të kalojnë në rrugë të përafërt me tënden apo rrugën e njëjtë. Kështu që faleminderit shumë që na edhe mundësinë të njohim përtej punës, përtej profesionit, ta njohim shpirtin tënd mbi gjitha, që është gjëja më e bukur që njeriu e ka. Unë pra po të falemderoj shumë Flora, do t'jem gjithmonë minjose që më ke ftu në emision edhe me krejt këtë spontanitet që ke kriju për mu, ka qenë një surprizë se nuk e kam ditë asë se qka dhe të trajtohet. Po besoj edhe po shpresoj shumë që kam arrit me shfaqe dhe me interpretu atë më të mirën për shikuesit e dashur që na kanë ndjekur deri tash, edhe në atë që e kam reflektu edhe në pjesën tënde. Unë kam sjell një dhurat, jo që dhurata shpreh minjojen, dhe më thënë aspektin material, por libri për mua është shumë i rëndësishëm, edhe një temë shumë e mirë, nuk është reklame, mas nuk është pjesë që jemi mësu deri sot, po unë e jap këtë nga shpirti, se po të sjell një buqet lule do të thohat, ndërsa libri do të jetë gjithmonë. Edhe unë i konsideroj libra dhuratat më të bukura. Sa më shumë që rritesh, e kupton edhe më shumë një dhurat libër. Fiks, magjia të folurit pozitiv, diçka që neve me fjalë krijojmë jetën tonë. Shumë faleminderit. Një dhuratë shumë e rëndësishme për mua, edhe do t'i shtohet sirtarit tim të librave. Bibliotekës time të vogël në shtëpi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit që bëre rrugën nga Kosova për të ndarë historinë tënde jo të lehtë, por shumë të bukur, me shumë sakrifica, por uroj shumë me një finale edhe më të bukur. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu kënaqësi ishte.